Ti me shvirin nga jashtë, jo nga brenda. Po. Sa s'mund me full velëqia. Po, ju asum, s'muj me full velëqia sepse... Nëse ka, sepse i një shumë mirë, klubi është vërtet mirë i organizum, shihet qartë mënyra e fillimit përgatitjeve, angazhimi i shtabit teknik, jashtëzakonisht cilësor, organizimin e klubit përgjithësi, shkurja në përgatitjet, pozita në tabel, çfarë duhet me thonë tjetër post që unë po mendoj që si vjet po shpresoj që do të luftojnë për titull të kampionit. Kurse përgatitjet në Bansko janë përgatitje shumë serioze, vetë fakti që shkojnë në një qendër ku i plotëson kushtet klimatike për përgatitjen sa mirë të këtij edicioni, tregon organizimin e klubit. Unë ma herët kom pas thonë që Malisheva është klubi i cili meriton shumë ma tepër edhe me pak fat ka mund tjetë edhe kampion do shta vitin e kalum. Po. Pse jo edhe par vjet ka qenë shumë afër, ka qenë, do më thonë, klubi është në rritje si për çdo vit është ma mirë dhe kjo dëshmi që në klub punohet mirë. Tash me shkurin edhe të Samis, unë mendoj që edhe ata janë përforcuar edhe ma shumë dhe presim ditët edhe më të mira për Malishevën edhe sponzori, udhëheqësia e klubit ka një organizim jashtëzakonisht mirë edhe aty ku ka kësi organizimin nuk ka gjasa me dështu. Kështu që Samis i uroj shumë suksese, sinqerisht një profesionist i mirë, i dëshmum që ka dëshmu se si është procesi bërjes e ekipit me gjë u përmend. Po. Drejtori do të bisedohet. Njëna prej pikave më të rëndësishme ajo politika e organizimit të klubit, parashikimi i lojtarëve cilësor, adaptimi i tyre në qiell, sikurse që është Malisheva, apo se një lojtar i njëjtë nuk mundet me luajtë njëjtë si në Malishevë si në Prishtinë. Pastaj ambicjet e lojtarëve nuk është njëjta si në Prishtinë, si në Malishevë, si në Mitrovic, për shembull, gjitha janë këto karakteristikat ose si në Prizren me që kemi memën këtu, që njeh mirë mentalitetin, njeh mirë në qiellin. Gjithmonë mbledhja e lojtarëve, mbledhja e këtyre lojtarëve duhet mu përputh me mentalitetin e vendit aty, me organizimin. Krejt janë këto faktorë, një konglomerat të faktorëve të cilët vendosin se si do të jetë lojtari, si do të prezentohet, si do të paraqitet në një klub të ri. Kështu që Malisheva është tash për tash i prin asaj mënyrës më të mirë të organizimit. Ka lojtarë të brendshëm, ka lojtarë që transferon. Sa mendon se do të shkoj lart në arenën evropiane, e dim që përballë në ndeshjen e parë do të ketë Vikingurin Reykjavikin. Unë mendoj se në rundën e parë do të kalon, kurse për rundën e dytë do të diskutojmë se e shohim çush është forma. Unë jam optimist që do të jetë një udhtim këngja i lodhshëm për. Ja, nuk ka udhime të lodhshme shumë shpesh thonë, nuk ka udhime të lodhshme. Këtu është lojtari, ekipi është i motivuar, merr pjesë në garat shumë prestigjioze dhe s'ka lodhje këtu. Këtu ka veç disiplinë, angazhim, motivim. S'do të jetë aq e lehtë, provë se lehtë nuk ka, nuk diskutohet kjo, por lodhje nuk do të ketë. Po flas para së gjithësh në aspektin e motivimit të ekipit, sepse merr pjesë në gara evropiane, është ekip i përgatitur mirë, ka dëshmuar edhe në ndeshjet miqësore në Bansko. Sami e din mirë si janë përgatitur, si është atmosfera. Unë po mendoj se të gjitha parametrat flasin që Malisheva do të jetë e suksesshme.